Nëse po përpiqesh ti shesësh çdo kujt, nuk po i shet askujt. Fillimisht ti duhet të gjesh ICP në biznesit tënd, Ideal Customer Profile, dhe të shesësh zgjidhjen e problemit që kjo audiencë ka nevojë. Për shembull, nëse po targetoni femrat, duhet të shisni bukurinë, ndjesinë e konfidencës, dhe kjo është eksakt arsyeja sepse shumë brende në fashion apo kozmetik kanë sukses pavarësisht konkurrencës së lartë që kanë. Nëse po ju shisni meshkujve nga ana tjetër, është një çështje statusi më shumë se sa çështje ndjesie. Prandaj synoni prezencën, performancën, etc. Nëse audienca juaj janë studentët, ju duhet të synoni ëndrat, arritjet, karrierën. Prandaj po shihni shumë biznese që po zgjerojnë shërbimet e tyre drejt kurseve të ndryshme. Nëse audienca juaj janë prindërit, duhet të shisni sigurinë, qetësinë, relaksin, etc. Dhe kjo është fiksa ajo që ne bëjmë në Youth Agency. Gjejmë audiencën e duhur për ju dhe krijojmë kontentin që i përshtatet qëllimeve të audiencës.